Selam aleikum hoq, si duhet të veprojmë nëse në ditën e xumoj bie që të jetë edhe festa e Bajramit? A duhet të falim dy namazet apo vetëm njërin? Allahu të shpëlbeft në të mirat e tij. Aleikum selam rahmetullah. Dietarët për këtë mesele janë ndarë në 3 apo 4 mendime. Mendimi i parë është mendimi i xhumhurit, shumicës dietarëve dhe i shumicës mëtheve, po ashtu në këtë mendim ka anuar dhe Uthmani, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku ka thënë se nëse në ditën e xumoj i bie që të jetë edhe festa e Bajramit, atëherë obligim populli kanë që dalin ta falin edhe namazin e Bajramit, po ashtu ta falin edhe namazin e xumos. Pala e dytë e dietarëve, apo mendimi i dytë i dietarëve, kanë thënë se nëse dalin e falin namazin e Bajramit, atëherë bie xumoja për atë ditë nuk duhet falet as namazi i xumos, pas namazi i drekës. Po duhet të falet siç është me radhë sabahu të falet, pastaj Bajrami, pastaj të falet ikindia e me radhë. Kjo është mendimi i disa prej dietarëve, e prej tyre janë Imam Shabiu, Ata ibn Abi Rabah, është Imam Evzaiu dhe Imam Nekhahiu. Këto janë 4 dietarët të cilët në cek në librat e fikut. Ndërsa mendimi i tretë është mendimi i methebit Hambeli, ku methebi Hambeli ka 2 mendime, një mendim është me shumicën e dietarëve, ndërsa mendimin e dytë te Imam Ahmedi është transmetuar dhe kanë thënë se nëse bie në ditën e xumot që të jetë edhe festa e Bajramit, atëherë bie nuk duhet të fal as namazi i Bajramit, as namazi i xumos, por kanë obligim njerëzit ta falin vetëm namazin e drekës. Mendimi i katërt dhe i fundit është mendimi i methebit Hanefi, ku ka thënë se e kanë obligim nëse bie në ditën e xumot të jetë edhe festa e Bajramit, atëherë ta falin, e kanë obligim edhe namazin e Bajramit, po ashtu edhe namazin e xumos. Këto janë 4 mendime të cilët dietarët i kanë pru në librat e tyre të fikut. Allahu e di më së miri.